Jemi sërish bashkë, do shkojmë në këto momente në Durrës, atje na pret kolegja Vali Qylfyçi për të na treguar rreth historisë nënës e cila akuzohet se ka braktisur 3 fëmijët e saj, një veprimi denoncuar nga ish vjera e 33 vjeçares Blerina Basha, e cila në rrjetet sociale ka publikuar një video ku shihet se fëmijët qëndronin në kushte tejet të vështira. Vali, përshëndetje. Përshëndetje, Fjori, unë ndodhem para pediatrisë të spitalit të Durrësit, aty ku kanë kaluar natën Blerina Basha, 33 vjeçarja dhe 3 fëmijët e saj përkatësisht të moshës 5, 10 dhe 12 vjeç. Ata kanë qëndruar këtu, u janë bërë ekzaminimet përkatëse mjekësore dhe ndërkohë aktualisht është mbledhur grupi teknik ndërinstitucional për të diskutuar mbi rastin dhe për të vendosur se çfarë do të bëhet me fëmijët dhe nënën e tyre, pasi ndryshe nga ajo që deklaroi gjyshja e fëmijëve se ata janë braktisur nga nëna, është konstatuar se nuk ka pasur braktisje pasi nëna ndodhej në punë dhe ndërkohë i linte fëmijët të 3 bashkë në shoqërinë e njëri tjetrit, ndërsa i duhej të punonte për t'i mbajtur ato. Nuk dihet ende se çfarë do të vendoset, ndërkohë që ka nisur edhe procedimi penal për 33 vjeçaren Basha për veprën penale të keqtrajtimit të miturve, pasi video që shpërndau. Po, kam arritur të flas me Blerinën dhe ajo është e gatshme të thotë të vërtetën e saj dhe shprehet se nuk është as pak e lehtë të rrisë në këto kushte 3 fëmijët e saj, ndërkohë që është një nënë e divorcuar pa mbështetje nga familjarët, qoftë ish bashkëshortit apo edhe familjarët e saj të cilët ndodhen jashtë vendit, jetojnë jashtë vendit. Dhe shpesh ajo punon me 2 turne, kështu që detyrohet i lërë fëmijët e saj në banesë. Dhe që nga dita e martë, pra pas përmbytjeve, në atë pallat ku ajo qëndron me qera, nuk ka pasur as ujë të pishëm. Këtë ajo e deklaron duke tentuar të justifikoj rrëmujën dhe gjithçka tjetër që ofroi videoja në momentin që janë gjetur nga gjyshja e tyre. Çfarë deklaron 33 vjeçarja? Atë ditë, sepse ajo ishte në punë, pra, po, nuk pretendohet që kishin ditë që ishin të braktisur dhe qëndronin vetëm. Pra, nëna ka shkuar si zakonisht në punë, pasi ajo punonte banakjere në një lokal, banakjere dhe kamariera, për të ushqyer fëmijët, ndërkohë që ajo deklaron se jati u jep në muaj vetëm 180.000 lekë të vjetra, të cilat janë të pamjaftueshme për të përballuar nevojat e 3 fëmijëve. Ka patur një përballje me ish vjerën e saj në ambientet e spitalit, duke qenë se ka qenë pikërisht gjyshja e 3 fëmijëve, më i madhi dhe 12 vjeç dhe më i vogli 5 vjeç që ka konstatuar këtë situatë. Jo, nuk ka pasur një përballje, ndërkohë që policia, po ashtu edhe shërbimi social, kanë marrë deklaratat përkatëse të gjyshës së fëmijëve që ngredhe pretendimet për braktisje dhe keqtrajtim të miturve, po ashtu dhe të nënës dhe të 3 fëmijëve, kryesisht 2 fëmijëve të mëdhenj, që janë 2 djemve që janë 10 dhe 12 vjeç, ndërkohë që nëna vazhdon të jetë këtu bashkë me ta, ata kanë sepse janë të sëmurë. Çfarë kanë konstatuar mjekët? Po, nëna prej disa javësh fëmijët nuk janë dërguar në shkollë, pasi njëri prej tyre është sëmur me një sëmundje infektive, zgjeben, dhe konkretisht të 2 djemt janë ndaluar nga shkolla, edhe në bashkëpunim në komunikim me shkollën, madje nëna thotë se në atë periudhë ka kërkuar edhe ndihmë nga shkolla për ta përballuar më mirë këtë situatë, por kjo ndihmë ka munguar, kuptohet, dhe ajo ka vijuar të përballet e vetme me një situatë që nuk është as pak e lehtë, një nënë që i duhet të punojë për të rritur 3 fëmijë, njëri prej tyre është dhe epileptik, pra një situatë e vështirë. Janë marrë dëshmitë e fëmijëve në praninë të psikologëve? Po, janë marrë dëshmitë e fëmijëve në praninë të psikologëve, shërbimit social dhe policisë, gjithçka është kryer konform protokolleve për rastet e ngjarjeve me të mitur, ndërkohë që pritet se çfarë do të vendosë grupi teknik ndërinstitucional
për fatin e tyre. Të falenderoj Vali për raportimin. Ditë të mbarë. Faleminderit ju.